Kandidati për deputet i Partisë Socialiste Vunet Sinaj në ndalesën e bërë në fshatin Panaja në kuadër të fushatës së tij elektorale, u takua me banorët për një bashkëbisedim të ngrohtë ku ndan shqetësimet por dhe synimet e përbashkëta. Sinaj tha se prej 8 vitesh ka punuar pa u ndalur për njerëzit dhe me njerëzit, zonë më zonë. Kam qenë aty ku është dashur të jem, u shpreh ai duke përmendur mbështetjen e tij për fermerët, lektorët dhe legalizimet që kanë prekur mbi 900 shtëpi në zonë. Gjithashtu kandidati përmendi asfaltimin e disa prej rrugëve si Hor Vranishte deri në rekonstruksionin e qendrave të fshatrave si dhe përmirësimet në ujësjellës, të gjitha të arritura fal këmbguljes dhe përkushtimit të tij. Shembulli që kam dhënë unë për këto 8 vjet. Punova pa ndaluar asnjë moment. Fshat më fshat, zonë më zonë, ku gjeja mundësi bëja. Mbështeta fermerët e zonës dhe blektorët me subvencione. 500 fermerë në zonën e Lumit Vlorës morën subvencione. Pastaj u shtuan edhe lekët e naftës për fermerët e tjerë, bëra gjithë legalizimet e ndërtimeve pa leje në zonë. 900 legalizime. Mora me asfaltimin e rrugëve. Njësia Hor Vranisht, Kuç, Kallarat, Tërbaç, Vranisht, bolen asfalt. Po asfaltohet tani Tërbaçi me Vranishtin. Qytet, me qendra fshati, me ujësjellsa, me asfalt. Pra u asfaltua rruga e Selenicës, me këmbguljen time. Kemi bërë rrugën e Poçemit, e Shkëpi, Vllahin, Kocul, Ure Poçemit, Tepelend. Para një javë mbaroi asfaltimi Karbunarit. Është lidhur Karbunari me rrugën e Poçemit me asfalt. E ka bërë bashkia. Ajo bashkia e varfër e Senicës me lekët e veta. Armenin e asfaltova se më thoshin pos bëre fshatin tim s'ke bërë gjë. Trebullovën e kemi duke asfaltuar. Mbas një muaj fillojmë asfaltin në Smoktin. Kropishti se asfaltuar ka dhe punë pa mbaruar. Kështu që kemi edhe disa rrugë të tjera për të mbaruar që mua nuk do më mbyllet goja në atë parlamentin atje. Fondet janë shtuar. Rrugët po shtrohen, pra unë arrita rezultatin. Jam unë, ky deputeti që shkoj tek njerëzit, punoj për njerëzit, në qoftë se më doni deputet në Panaja, më votoni që të vijë të mbroj interesat tuaja siç ka mbrojtur interesat në zonën time. Kam fuqi për ta bërë këtë gjë sepse andej di ku pikon çatia. 200 shtëpi ka rregulluar bashkia e Selenicës, 200 shtëpi të varfër. Partinë Socialiste votojeni sepse ka në program për të na çuar në Bashkimin Evropian. Edi Ramën votojeni sepse ka bërë për qytetin e Vlorës sa s'ka bërë asnjë kryeministër, për aeroportin, për tunelin, për gjitha rrugët që ka bërë. Kam ardhur vetë të kërkoj votën drejt për drejt juve. Ka 12 kandidat në listë të hapur. Janë të gjithë shumë të mirë. Kam respekt për të gjithë. Në rast se doni të dalë zot, të jem vlla, shok, mik me secilin nga ju, siç jam bërë në Labëri. E keni në dorën vetë të më zgjidhni për deputetin e Panaja. Keni shumë zgjidhje, shumë të mira, një nga ato jam dhe unë. Më keni mik, më keni që flas me gjuhën e vendit, më keni të shtruar që vi në çdo hall, në çdo shqetësim. Unë do jap fjalën që në rast se do më votoni, unë do vinë në Panaja mbas zgjedhjeve direkt. Do të dëgjojmë problemet që ka Panaja një për një dhe do vëmë të shkelim me këmbë problemet. Asnjë nuk ka të drejtë të lozi as me votën, as me mundin, as me djersën e tjerë. Puna është në terren atje ku janë njerëzit. Unë kam një zyrë asistencë juridike falas që e kam mbajtur hapur 8 vjet. Zyra ime s'ka mbyllur asnjë ditë. 8 vjet hapur. 8 vjet ka pritur, ka përcjell dhe ka zgjedhur halle. 4000 halle kam zgjedhur. Karrigën që do marr atje në parlament dhe kam karrigën tuaj. Nuk e kam timen dhe ta skuj tjetër. As trashëguar. E kam të njerëzve të thjesht. Provojeni të më votoni për çfarë ju kam thënë dhe do të shikoni që jam njeri i besës, njeri që fjalët që them i mbaj të gjitha. Sot do bëj vetëm një premtim. Do kthehem në Panaja mbas zgjedhjeve dhe do njohim problemet një nga një, në rast se do më votoni. Ende nuk kemi mbaruar, u shpreh Sinaj që do të ndalem derisa të sjellim rezultatin që zona meriton. Vota për Partinë Socialiste është një vot për zhvillimin tuaj, për një të ardhme më të mirë për të gjithë Shqipërinë, vijoi Sinaj. Me bindjen se karrigja në parlament është e qytetarëve të thjeshtë, ai tha se është njëri i besës. Ka mundësinë të mbrojë interesat tuaja sepse e di ku pikon çatia, tha ai.